Bashkim Hasani është doktor specialist i vetëm i nefrologjisë, i cili kujdeset për 10 pacient gjatë ditës. Ai udhëheq repartin e dializës në spitalin e Mitrovicës, i cili ka thuajse më së shumti punë sistematike e dinamike në këtë spital. Aty trajtuan pacientët vazhdimisht dhe janë qindra prej tyre nga Mitrovica me gjithë rajon. Bashkimi tregon kujdes të veçantë për të gjithë pacientët, të cilët thotë se tashmë i sheh si familjar, pasi terapitë e tyre janë 3 herë në javë. Reparti dializës në spitalin e Mitrovicës funksionon në këtë objekt ku jemi që nga viti 2020, do më thonë me 10 gusht në objektin e ri, nërsa deri me 2020 kemi funksionu në objektin që ka qenë afër shtëpisë së Shëndetit, si qendër regionale dializës, dializohen pacientët e regionit të Mitrovicës. Do më thonë përfshihen 3 qytete, Mitrovica, Skënderaj dhe Vushtrria, me rrëthin dhe me fshatrat e tyre, do të thotë. Dhe gjithsej në këtë dializë bëjnë dializë 85 pacientë. Prej tyre 47 janë mashkuj dhe 38 janë femra. Pacienti më i vjetër në hemodializë është 82 vjeçar, ndërsa pacienti më i ri në moshë është 32 vjeçar. Ndërsa pacientin që ka fillu dializën mas herët, do më thonë tash në korrik i bën 18 vite dializë që është në dializë kronike. Pacientët të dializës transporti bëhet nga qendra kryesore të mjekësisë familjare të qyteteve gjegjëse. Do më thonë qyteti Mitrovicës i bart pacientë e Mitrovicës me rrëfin, Vushtrria po ashtu edhe Skënderaj. Do më thonë shkojnë i marrin pacientët në shtëpi, i sjellën në dializë, kryhet tretmani, marrin seancat e hemodializës këtu dhe pastaj kthehen prapë me autoambulanca në shtëpitë e tyre. Kushtet në përgjithësi janë të mira, edhe furnizimi me materiale, edhe me medikamente, me ampulla, me të gjitha. Ne jemi prej reparteve më të furnizuara, do të thonë mirë, dhe kemi pothuajse gjithë spektrin medikamentos, sidomos ampullar, sepse kryesisht terapia në pacientët e dializës më shumë aplikohet në mënyrë ampullare, ndërsa ato tabletare disa ambulohen prej ministrisë, ndërsa një pjesë e tyre edhe i blej pacientët. Secili pacient e dializës bën 3 herë në javë nga 4 orë. Do thoni kemi 2 grupe të pacientëve, Skënderaj dhe Vushtrria bëjnë dializë të hënën, të mërkurën dhe të premten, ndërsa Mitrovica të martën, të tajtën dhe të shtunën, bëjnë 2 ndërrime me nga 4 orë, do më thonë 3 seanca në javë, çdo pacient i bën dializës nga 4 orë, dhe se krijohet padyshim një lidhje familjare, sepse pothuajse njihemi për shkak kontaktit të çdo 2 ditë që e kemi këtu, mos themi të përditshëm, edhe familiarizohemi pak a shumë me ta. Edhe kemi një lidhje e veçantë krahasu me pacientët tjerë të cilët i kemi ambulantor. Është ndjenjë shumë e veçantë, është ndjenjë e cila mund të përshkruhet ndoshta vetëm prej mjekëve dhe punëtorëve të cilët punojnë në hemodializë. Edhe është punë pak më specifike sepse vetë natyra e mjekimit me hemodializë si terapi zëvendësuese është e veçantë. Dhe lidhja që krijohet është lidhje më e veçantë mes pacientit edhe punëtorit shëndetësor, është lidhje pak më e veçantë. Risi në qendrën e hemodializës në Mitrovicë është vendosja e kateterëve vendos qendror, të cilë shërbejnë për hemodializë, dhe do më thonë këto e kombohen në prej se më kthy prej vitit 2011, edhe udhëheqi qendrën e dializës edhe i vendosi kateterët vendos qendror, që përpara kanë shkuar në Prishtinë me i vendos, ndërsa tani unë i vendosi kateterët vendos qendror bashkë me ekipin e motrave, të cilat i kam trajnuar mjaft, hjekja, vendosja, ndrimi kateterëve vendos qendror, botë edhe ultrazoni që kemi poshtë, do më thonë, mandej qyshtashe dhe vizita specialistike, funksionet abdominale, krejt këto shërbime i kryjmë në kuadër të repartit e hemodializës. Si nefrolog jam i vetmi në region, i kemi edhe 2 mjekë, faktikisht e falenderoj shumë drejtorinë edhe në repartin internistik, të cilët na kanë dhënë ndihmën në çdo kohë, sepse na kemi qenë 2 mjekë edhe është vështirë me mbuluar, domethënë këtë vëllim të punës, sepse desha të theksoj që veç në vitin 2024 janë bën 11.937 seanca të hemodializës. Dializohen edhe pacientët të cilët na vinë nga diaspora gjatë pushimeve verore, domethënë prej qershorit deri në shtator kemi edhe fluksin e pacientëve tanë të cilët jetojnë në diasporë edhe vinë edhe i marrin shërbimet e hemodializës në qendrën tonë. Te ne shqiptarët është një si me thonë, një fenomen kjo që jepin pak më shumë, janë më të lidhur si familjar, edhe jepin vesh për shembull për familjarët e tyre. Edhe është një ndjenjë edhe krahasie e veçantë. Ndihet mirë, ndihet e dyanshme. Nuk hezitojnë jashtë. Nuk hezitojnë, japin.
Për shembull kemi shumë familjar tash rastin me atje kemi si ka 2 muaj që babai i ka dhuruar veshkën djalit të tij, i cili ka qenë relativisht në moshë i ri, 37 vjeçar, do të thonë ka marrë veshkën edhe për momentin është mirë, është bë transplantimin në Shqipëri edhe shumë mirë. Edhe pacientja që merr shërbime më së gjati në këtë repart ka fjalë të mira për stafin dhe doktorin bashkim. Ajo e ka një ëndër që të vi dita që ta siguroj një veshkë, pasi është në moshë mjaft të re dhe dëshiron ta gëzoj jetën. Faleminderit stafit, faleminderit doktor bashkimit. Jam tepër e kënaqur, jam me goxha një kohë gjatë dializë, 17 vite, po jam tepër e kënaqur. Këta nuk mundën me na bë transplant, po këqyrtet i kemi super. Mirë që je sot se na ka marrë malli ditët që të na pa. Ne jeni të mrekullueshëm, jeni një staf i jashtëzakonshëm. Keni meritat noja se i përket punës tuaj. A jemi të kënaqur me juve. Shumë të kënaqur jena me ju. Ju lumt.